Tash na kur flasim për pasuni, nuk po themi mos me punu, po mos tjetë qëllimi i pasunisë. Pasunia le tjetë mjet. Unë i thom shpesh atyve që shkojnë në përgara, sa në një të Kur'anit e kështu, i thom a më në rrugën e sinqeritetit. Dhe kur ti merr parët, mendoj që nuk është qëllimi parja. Po nëpërmjet parës që të nkry një vepër të mirë që ke me bërë. Për shembull, ai morë parët, morë një shumë të parëve në gara ke marrë. Për me studiu që e menën, për me kry haxhin, për me kry umrë, për me ndihmu dikonin. Nëse është që ky qëllimi, atëherë me lehtë Allah ti kish problem tek Allahu Azza wa Jall. Ama jo qëllimi më kon veç mbledhja pasurisë pa asnjë qëllim, domethënë të ndihmë, pa asnjë qëllim ibadeti, apo ose normalisht kur ti punon, nëse i ke qëllimin me ushqy familjen, ti kish problem. Më thonë kish problem, është një vije hollë që duhet me pas shumë kujdes në këtë gjë. Të dashuruarit pas dynjos dhe ata me besim të dobët, hedhin vështrimin e tyre te qafirat. Qëra ata ku kanë shku. I theshin hoxhës, qëra kanë shku ata në honë, kanë shku e ti hala po mirësh me gishtin. Po mirë dhe apo dhe në hoxha me shku në honë, ha? Hoxha të kalëzën fit, ti shko në honë. Edhe unë e marr piteje pësej. Hoxha e ka drejtimin e vetë, ti je shkencëtar, ti je doktor, edhe çka është budallaki me thonë, Evropa ka arrit me shkencën e vetë, çfarë shkencë të madhe ka bën në aspektin e mjekësisë, në aspektin e teknologjisë, ku e dione, e ti hala po mirësh me gishtin namaz. Po shka me të kallëzu hoxha? Hoxha s'është shkencëtar. Edhe na i kemi shkencëtar tonë, studiojnë, i hulumtojnë, edhe i nxisin me hulumtu, edhe kaq u kry puna. Për shka po akuzon film? Nëse nuk ke din sa dush pasuni që këqyri kreti dini jo, ata që s'janë të lidhen me fejt, kanë bovaki pasuni po s'janë ratë. Pasha Allah nuk janë ratë. Kanë pasuni si adin s'kajnë. Mirë po s'janë ratë në shpirtë, subhanallah. Thotë Allah Azza wa Jall, të mos ju mashtroj bolloku i pabesimtarve, që sa bukur po thotë Allah, të mos ju mashtroj bolloku i pabesimtarve dhe bredhja atyre në për tokë. Ajo është një knatësie pakt edhe kalimtare. Që ta shqet, ta dërgon me laçën Allah Azza wa Jall, me ta marrë shpirtin, ku e kia pësë? S'ki kur shumë? Veprat e mira kanë me dalë para Allah subhanahu wa taala. Thot, e pastaj vendbanimi i tyre do t'jetë xhehenemi dhe sa vendbanimi i keq është ai suratul Ali Imran 196-197. Një prej kurimit vllaznit dhe vetvetes, na si besimtar, çdo herë kçyrim, ta kçyrim ai që është nërteje. Nëse kçyrni ai që është nërteje, e kuroni vetveten. Pse? Se falenderoni Allahun.